por e vërteta është që po ja tha shqiptarëve para gjithë botës, duke turpëruar Shqipërinë në mediat ndërkombëtare, e cila edhe ajo, një lloj si shqiptarët, një lloj si qytetarët që protestojnë, një lloj si opozita, e sheh Edi Ramën në rolin e një mafiozi. Por zoti kryetar, kolegë të nderuar të Partisë Socialiste, sot në fakt po ja thot edhe ju, në sy. Po ja thot kuvendit Shqipërisë, jo me fjalë, por me veprime, sepse çfarë kuptimi tjetër ka refuzimi për të përmbushur një detyrim kushtetues? Çfarë kuptimi tjetër ka refuzimi për të ardhur në kuvend dhe për të dhënë llogarinë? Çfarë kuptimi tjetër ka refuzimi për t'ju përgjigjur qytetarëve përmes institucioneve që i përfaqësojnë? Në fakt, ky nuk është një refuzim për opozitën. Ky është një refuzim për parlamentin, është një refuzim ndaj qytetarëve shqiptar. Dhe ju, zoti kryetar, sot nuk dështuat vetëm në përmbushjen e rolit tuaj. Sot ju nuk po mbroni kushtetutën, ju po mbroni kryeministrin nga llogaridhënia. Dhe detyra juaj është të mbroni dinjitetin e kuvendit dhe të garantoni të drejtat kushtetuese të këtij parlamenti për t'i kërkuar llogari qeverisë. Por ju sot zgjodhët të mbronit kryeministrin dhe jo parlamentarizmin. Megjithatë, unë e di pse Edi Rama nuk erdhi edhe sot në seancë plenare. Sado manipulator, Edi Rama e di se nuk mund të flasë në publik për krimet e tij shtetërore. Ai është peng i tyre dhe unë besoj se Edi Rama e ka menduar realisht dorëheqjen, atë që u tha ju në mbledhje grupi, por nuk mund ta jap dorëheqjen, sepse nuk është më një njeri i lirë. Ai është peng i sistemit që ka ndërtuar vetë, është peng i interesave që vetë ka ushqyer për 13 vite. Edi Ramën nuk e lejojnë të largohet, sepse ka ende borxhe për të shlyer, borxhe që i shlyen duke shitur copat Shqipërisë, borxhe që i shlyen duke hapur zonat e mbrojtura për beton, borxhe që i shlyen duke ndryshuar ligjet për të shërbyer klientëve të tij financiar dhe trafikantëve të drogës, borxhe që i shlyen duke vënë interesat e tyre mbi interesat e shqiptarëve. Është pikërisht ky sistem që shqiptarët po sfidojnë prej javësh në shesh. Nuk protestojnë më vetëm për flamingot, nuk protestojnë më thjesht kundër ligjit për zonat e mbrojtura. Shqiptarët po protestojnë kundër një modeli qeverisje ku ligji ndryshohet për klientët me votën tuaj. Pronat publike vjen në shërbim të interesave private dhe shteti përdoret për të mbrojtur pushtetin dhe jo qytetarët. Prandaj kërkesat e protestuesve nuk janë të rastësishme. Janë pesë goditje ndaj të njëjtit sistem. Janë kërkesa që Partia Demokratike dhe opozita i kanë ngritur prej kohësh dhe sot një pjesë prej tyre janë bërë edhe kushtet Bashkimit Evropian në rrugën e Shqipërisë drejt integrimit evropian, sepse secila prej tyre godet një hallk në sistemin që ka ngritur personalisht Edi Rama. Kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit sepse ky sistem i kalbur ka një përgjegjës politik. Kërkojnë shfuqizimin e ligjit për investime strategjike sepse ai është bërë instrumenti i privilegjit të klientëve të pushtetit. Kërkojnë shfuqizimin e paketës maleve sepse territori i Shqipërisë nuk mund trajtohet si plaçk për interesa private të Edi Ramës. Kërkojnë anulimin e ndryshimeve në ligjin e trashëgimisë kulturore sepse historia dhe identiteti i këtij vendi nuk mund të zhbëhen për interesat private të Edi Ramës. Kërkojnë anulimin e ndryshimeve në ligjin e zonave të mbrojtura, sepse Shqipëria nuk mund të ecë drejt Europës duke u larguar nga standardet europiane për mbrojtjen e natyrës. Besoj se tani e keni shumë qartë që Edi Rama nuk guxon të vi në këtë sallë për të dhënë llogari. Si do ta mbronte ligjin për investime strategjike që ka betonizuar të paktën 6 milion metër katror bregdet. Ligji me cilin u hapi rrugë trafikantëve ndërkombëtar të drogës të pastrojnë miliona dhe miliarda euro në ndërtim dhe turizëm. Si do ta mbronte paketën e maleve që legalizon zaptimin e pronës shtetërore me 1 euro
që e kthen pronën publike në privilegj të padrejt privat dhe që klientët e Edi Ramës në fund t'i shpërblej me përjashtimet gjëra nga taksat për 10 vite. Si do ta mbronte ndryshimin në ligjin e trashëgimisë kulturore, të cilën e trajton atë si pengesë për betonizimin e zonave të mbrojtura. Si do të mbronte ndryshimin në ligjin për zonat e mbrojtura, kur edhe vetë Parlamenti Evropian i kërkon Shqipërisë ta shfuqëzojë dhe të pezullojë çdo leje ndërtimi në zonat e mbrojtura derisa kjo të ndodhë. Ne sot nuk do t'i vinim prangat e Edi Ramës për krimet që ka bërë. Besoj se do të vi koha që drejtësia të jetë në lartësinë e ligjit për ta bërë këtë. Ne sot kishim një kërkesë që në çdo vend me demokraci të vërtet konsiderohet elementare, ABC-ja e parlamentarizmit. Ne kërkuam që kryeministri të informojë kuvendin, po citoj kërkesën, mbi masat që ka marrë Këshilli i Ministrave për adresimin e shqetësimeve të evidentuara në rezolutën, në raportin e Parlamentit Evropian për ligjin e investimeve strategjike dhe ato të zonave të mbrojtura dhe trashëgimisë kulturore, që rezultojnë gjithashtu të jenë kërkesat qytetarëve që tashmë protestojnë për një muaj. Asgjë më shumë, nuk i kërkuam të pranonte krimet e tij, nuk i kërkuam të pranonte kërkesat e protestuesve, i kërkuam të bënte ato që bën çdo kryeministër në një demokraci funksionale, të vinë në parlament dhe t'jap llogari për veprimet e qeverisë së tij. Ai refuzoi duke shkelur kushtetutën në mënyrë të përsëritur. Pas 13 viteve në pushtet, Edi Rama nuk sillet më si kryeministër, sillet si pronar i Shqipërisë. Prandaj refuzon interpelancat, prandaj sulmon protestuesit, sepse në mendjen e tij askush nuk ka të drejtë të kërkojë llogari përveç se krimit organizuar. Po shikoja këto ditë se si ka ndryshuar udhëheqja e Europës në këto 13 vite. Kemi parë të ndryshojnë qeveritë në Gjermani, Britani, Suedi, Finland, Belgjik, Irland, Itali, Austri e shumë vende tjera, madje s'fundmi edhe në Hungari, ku kryeministrat ikin e vinë. Askush nuk është i pazëvendësueshëm. Vetëm në Shqipëri kemi një kryeministër që pas 13 viteve në pushtet u thot shqiptarëve në anglisht para gjithë botës fuck you. Kemi një kryeministër që konsideron parlamentin noter të akteve të tij dhe mburoi për korrupsionin e qeverisë dhe bashkëpunëtorëve të tij. Dhe është pikërisht kjo arsyeja pse qytetarët janë në protestë dhe kërkojnë dorëheqjen e Edi Ramës. Ato ndjehen të trajtuar në të njëjtin përçmim me cilin kryeministri trajton këtë parlament. Zoti kryetar, sot Edi Rama nuk pranoi të dëgjojë parlamentin. Prej javësh në fakt refuzon të dëgjojë qytetarët, po zërin e qytetarëve ju nuk e shuani dot. Nuk e shuan dot as propaganda, as shumica e kartonave tuaj, as refuzimi për të lënë llogari. Me qënë se kryeministri nuk pranoi të vinte në kuvend për të dëgjuar zërin e qytetarëve, le ta dëgjoj tani kërkesën rreth cilës është bashkuar me vullnet lirë shumica e shqiptarëve që protestojnë prej 30 ditësh. Arken Burg do shkojnë Troplind, ato që të kanë sjellë ty këtu. Ato do shkojnë Burg. Uroj shumë që ti ndjekësh dhe ti nga mbrapa, siç i kanë ndjek kolegët tu, që i kanë kthy borxhin e votave që i kanë dhënë në fushat. Gjoni zërin e qytetarëve, se po ju vjen fundi. Faleminderit.